ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجث الأرديت falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun xhalla xhelaluhu. Ata falënderojmë për i falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatat dhe selamet për shëndetet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mirë dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, na ka mbetë shumë edhe pak deri në fund të Ramazanit, duke lutur Zotin e Madh që Allahu agjërimet tona, kontributet tona, mundimet tona t'i bën kabull tek Ai, gabimet, kusuret, mëkatet dhe të metat. Zoti na i falë me mëshirën e vet, me maghfiretin dhe afun e vet. Ne do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala në rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku një pjesë e madhe e rrëfimit edhe na ka mbetë pa e përfunduar, sidomos tek çështja e ndërtimit të Qabës, mirë po për shkak që kemi dëshirë të përmendim disa prej skenave të tjera që i ka përmendur Kur'ani famullar në librin në ajetet e veta. Do të lalemi sot me izin Allahu subhanahu wa taala me skenën ku Allahu subhanahu wa taala në 4 sure na e përmend mysafirllëkun, gostin, mikpritjen që e ka pas Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj i pari i cili ka marrë titullin Abu Dhifan, baba i mysafirëve, sikur që ka qenë baba i tauhidit, baba i islamit, baba i pejgamberëve, i kanë thënë Ibrahimit alayhi salatu wassalam edhe Abu Dhifan. Çka është Abu Dhifan? Pra ai i cili më mirë ti ka ditë me prit mysafir, ai i cili më mirë ti ka ditë me gostit, me e prit njerin kur i ka ardhur te shtëpia. Ne do të shohim me lein Allahu te bareke ve teala se si Allahu xhelal na tregon edebin edhe mikpritjen edhe sjelljen e mirë dhe të lartë që ka pas Ibrahim alayhi salatu wassalam me mysafir. Në 4 sure të Kur'anit, në surën Hud, në surën Al-Hijr, në surën Al-Ankabut, në surën Al-Dhariyat, në rrëfen Allahu xhelal këtë skenë nga jeta e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Natyrshëm tani do të zhvendosemi nga Qabeja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibrahim ka jetuar thamë fillim Irak, pastaj ka shkuar në Palestinë, pastaj ka shkuar në Egjipt, pastaj është kthyer në Palestinë, pastaj ka çuar Haxherin në Gadishin Arabik në Qabe, pastaj normal është kthyer te gruaja vet Sara në Palestinë. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur në Palestinë. Andaj vin me lek të Zotit alayhi salatu wassalam mysafir te Ibrahimi alayhi salatu wassalam në syretin e insanit. Në syretin e insanit. Thuhet në disa transmetime se kanë qenë 3: Gjibraili, Mikaili dhe Israfili. Dhe të transmetime tjera kanë qenë 10, në disa transmetime kanë qenë 12, 13, nuk ka diçka e cila e pres se sa mysafir ka pas Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Por ajo që e din për melek të Zotit se ato janë prej trite të krijuara dhe kanë mundësinë e formësimit të vetvetes në çfarë? Në forma të ndryshme, të cilat ato i dëshirojnë me izin e Allahut subhanahu wa taala. Domthonë meleku mund të marrë në formë të insanit, hiç pa u kon insan, veç e marrë çat format, për shkak se drita ja mundson këtë format dhe këtë riformatim të cilin ata e dëshirojnë. Allahu xhelal na tregon këta në shumë sure. Ne do të përqendrohemi te surja Adh-Dhariyat, për shkak se është më gjithë përfshirëse dhe më e rënditur në detale se që ka treguar për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe disa pjesë do t'i marrim nga surja Hud edhe nga surja Al-Hijr. Mysafirit të ndërrum xhamat, ne i themi mysafir, edhe pse mysafir, fjala musafir, safar, është kur udhton gjatë. Kur udhton gjatë. Anat në popullin tonë fjalën mysafir e kemi për çfarë? E kemi për gosti. Do më thonë që na mysafir kujnë i thona, kur vjen dikush edhe pikushi, ka arë pikushi me piqajnë, i thona mysafir. Kjo në gjuna arabe që u dhajf, ne i themi mysafir. A mysafir, fjala mysafir, dhe gjuna arabe, qëfar i vje, a që ka udhton larë. Po këtë asyje mysafirit, në gjuna arabe, i lejot me prishë gjërimi, i lejot me shkutu namazin.
Ndërkohë që misafirit ton, i cili ka mundësi marrë prej kojshive, ai nuk i ka dispozitat e misafirit i cili është i përmendur në Kur'an. Andaj ma parafër është gostia, pro pritja e një njeriu të cili vjen me vizitue e të bëjë ziaret në shtëpinë tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Adh-Dhariyat ajeti 24, thot Zoti Madh te bareke ve teala hel ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Thot Allahu subhanahu wa taala atë ka ardhur ty o Muhammed lajmi i misafirit të Ibrahimit shumë të ndërshëm për misafir. Kjo të ndërrum gjëmat është hyrje Kur'anore mrekullueshme e shkëlqyeshme që e përdor Kur'ani për rrëfimin e ngjarjeve. Hel etak, atë ka ardhur. Pse atë ka ardhur? Për me ta marrë vëmendje. Ti dush çka është kjo ngjarje. Shemo, a keni pa njerëz kur zmadhojnë një muhabet, a keni a e nite çka kish ndodhur e kështu me radhë për ta zmadhuar muhabet, por nuk ka dhënë drejt për drejt, po e merr një herë një parahyrje duke thënë a keni çështu e kështu me radhë. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala hel ataka hadithu dhayfi Ibrahim. Atë ka ardhur lajmi i Ibrahimit, atë ka ardhur lajmi i misafirit të Ibrahimit. Këtu e ka përdor njëjës, pastaj ka thënë Ibrahimit, pastaj ka thënë misafirit prap, ka thënë shumës. Dhe ata janë misafirët e ndershëm të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E para të ndëruar xhamat çka mësojmë për kësaj, do të ndolmi çdo ajet me nxjerr mësimet e duhura dhe të kalojmë ajetin tjetër. Pra porcion në ngjarjen gradualisht dhe në çdo ajet do të ndalemi me izin Allahu te bareke ve teala. Në çdo ajet do të ndalemi me ajetet e Zotit xhelle xhelalu. Musafir gosti, çai bie të ndërum xhama me prit një njeri në shpitale. Me prit, me ndaru, me i dhanu ushqim edhe me i bë atmosferë. Që kjo është mysafirllëki, apo gostia, kur e pret. Por çemo njerëzit kur kanë darsma, kur kanë ahengje, presin musafir. I pret të shtëpia, një koqiri, pra pronari i shtëpisë i pret ato të cilat vijnë. Tani shikoni Ibrahim alayhis salam, ky ajet ka zbrit Mekke. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i dobët dhe ka pas shumë presion, dhe ka pas shumë shtypje, dhe ka pas kërcënime. E kanë kërcënuar vazhdimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shtypja e madhe që e kanë bërë arabët se ki me hupe, ki me dështue, kena me të myte, kështu më radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normal dunjare ka lodhë. Dhe i ka zbrit kjo ajet në ngushëllim për pejgamberin alayhis salam. Pse ngushëllim? Ka thënë dietarët, melekët e Zotit që kanë ardhur te Ibrahimi në formë të njerit kanë ardhur për dy gjëra. Realisht kanë ardhur për çfarë? Kanë ardhur për ta përgëzuar Ibrahimin alayhis salam me Ishaqun. Me Ishaq, në dhe thëtë Allahu të bareke wa tala febeshernaha bi Ishaqa, e përgëzuam Sarën me Ishaqin, wa min wara i Ishaqa Jaqub, dhe e përgëzuam se pas Ishaqit vjen djali i tij Jaqubi. Ja? Pra melekët e Zotit pse kanë zbrit të ndërun xhamat, kanë zbrit për përgëzimin e Ibrahimit me një djalë, jo pi Haxherit tash për Sarës, e cila ka qenë plak, shtarë, s'ka lindë. Por Allahu gja ka dosh me ndryshue statusin e sajna. Për një shtarë pe ka bo pjellore. Dhe do të shojmë nesër me lejnë Allahu të bareke ve teala se çfarë ka ndodhur të ngjarja e përgëzimit. Sot do të ndalemi me musafirllokun, me ikramin, me nderin që ja u bën Ibrahim alayhis salam musafirve, për ta kuptuar ngjarjen. Pra kanë zbrit për përgëzimin e Ibrahimit alayhis salam me Ishaqun. Tjetra kanë zbrit, a ju kujtohet fillim Ibrahim alayhis salam duke u kthye prej Egjiptit me Lutin alayhis salam, çka i tha Lutit? Fatina luçutu. Ku ndal në një pjesë të Shamit e cila sot njihet toka e Jordanit. Dhe tha ti që tu pas se Allahu atë e bëni pejgamber. Pra Allahu Lutin alayhis salam e bëri pejgamber. Ku kanë Luti alayhis salam? Luti alayhis salam u kanë me një popull i cili ka pas problem me natyrshmërinë e pastërt në marrëdhëniet mes burrit edhe grujës. Populli i tij është provu i pari në mbi tokë që e ka dash burrin. Burri. Zoti na rujt. Dhe shifni se kjo smuje është bë problematike dhe sot Zoti na i rujt e vlatët ja Rabbul Alamin.
Po këtë arsye lutja sprovu me këta njerëz. Dhe lutja alayhis salam u kon vet, do koni dopt. U koni dopt. Dhe këta melek kanë zbrit për të ata. Andaj na tregon Allahu subhanahu wa taala se Ibrahimi alayhis salam çfarë ka thënë? I kanë thënë Ibrahim alayhis salam ka thënë inna fiha luta. Ka thonë ju do keni zbrit me dënim, po luti është aty. Ata i kanë thënë ne e dina kush është aty. Na më mirë se te e dina kush është aty. I kanë thënë ja Ibrahimu a'rid an hadha. O Ibrahim, mos polemizo, kena mi dënuar. Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë i butë. Ka thonë prit në veshtinë edhe pak mos po udhzohen, prit edhe pak mos po drejtohen. Kështu më radh. Mirë po, ka ardhur vendimi i Zotit te bareke ve teala, ka thënë në surën Hud Allahu subhanahu wa taala innahu qad jaa amru rabbik. I ka thënë melek, o Ibrahim, u krije punë. Ne i dënojmë popullin e Lutit. Dhe për këtë arsye të ndërum xhamat ku të vjen vendimi i Zotit, s'ka kush që e lal. Ku të vjen vendimi i Zotit. Për shembull me drit tokën. Këtë tokë ka mu bë bashk, njerëzit. Me thonë s'ka mu drit, ajo ka mu drit. Për arsye, le të jemi të kujdesshëm, le të shfrytëzojmë mundësitë e Zotit xhelel xhelalu, se kur të vjen vendimi Allahu subhanahu wa taala, askush s'ka kush e lal. Andaj kanë ardhur për me përgëzuar për Ishaqin dhe kanë ardhur për me i kallëzuar se nëna aty shku te populli i Lutit dhe kena me shkatërruar popullin e Lutit. Dhe Jibril alayhis salam e ka marrë në krahun e vet, me një krah, komplet popullin, tokën e Lutit alayhis salam, tani nuk është tema jo kjo, por për treguar, e ka ngrit, pastaj ka çun qiell, pastaj ka përmbys nga e prapa. Pra, nga ona tjetër. Dhe asnjë zonë s'u kanë aty. Përveç Lutit alayhis salam që e ka shpëtuar Allahu xhelel xhelalu. E tani të ndërum xhamat çiko. Kanë diskutuar dietarët, çka ka qenë kjo për pejgamberin alayhis salam, ky lajm, çka i ka bë dobi atina? Çka i ka bë dobi atina? E para, për t'i treguar se Teo Muhammed alayhis salam je në rrugën e çiti Ibrahimit të madh, i cili ka fol me melek. Kanë ardhur melek mysafir të ai. Edhe Teo Muhammed je që komunikon me melek, flet me Xhibrailin, je i ndarshëm të Zotit, rri rahat. Të mjafton nderi të Zotit. Nderi të Zotit të ndërum xhamat spagut me kurxhan. Që të jesh me pozitë të Allahu subhanahu wa taala, me sa para blehet ajo. Me sa të holla ti mundesh me thënë, po kiti ka mama, çka nëse s'ki pozitë të Zotit. Andaj kanë ardhur melekt edhe e kanë përgëzuar Ibrahimin alayhis salam, njëkohësisht Kur'ani i përgëzon me këtë lajm Muhamedit alayhis salam duke i thënë ti je i ndarshëm të Zotit që është Ibrahimi. E para, e dyta, çai kanë thënë? Kanë thënë, shiko, azapi i Zotit tonë ditë, o Muhammed alayhis salam. Kam ju ardhur edhe tuve, kam ju ardhur azapi. Prit. Ata ka thënë, hel ataka hadithu dhayf Ibrahim. Atë ka ardhur lajmi se kanë bërë arab muhabet. I kanë bërë muhabetet se gadisho dhe arabik Jordani nga to. Dhe kanë ditë që ati ka pas deti i vdekur. Pse ka me deti i vdekur? Deti i vdekur ka me për shka shkatrimi që ka pa me lek e Zotit xhelel xhelal popullit të Lutit alayhis salam. Po këtë arsye ka qenë kjo një lloj ngushëllimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se o Muhammed alayhis salam. Sikur që Ibrahimi alayhis salam nuk e ka ditë pika ju vjen dënimi popullit Lutit, ka thënë edhe ti mos u mirë me këtë punë, se ju vjen dënimi popullit tanë ka s'ta merë ti menja. Ka nuk ta merë menja, se Zotin ti me dit ka ju vjen dënimi, so interesant. Po vjen dënimi ka se ka merë menja. Këta me lek, kanë ardhur te Ibrahimi alayhis salam mundal në Palestinë, a punën e kanë në Jordan, ma andena. Pse janë dalë? E kanë përgëzuar. Po çka e kanë përgëzuar të ndërum xhamat? Sepse një herë ma mira me dhonë lajmin e mirë, me qetësu, e pastaj atë të keqin. Andaj që e kanë thënë, po të përgëzojna me një evlat. Dhe pastaj do ta shohim se si Sara ka reaguar. Ka thënë, ku me unë evlat, unë e plakja. Ka thënë, hadha ba'li shaykhan kabira. Ka thënë, ky plaki jam, edhe ky plako. Edhe ky është, nuk ka mundësi me pas evlat. Apo, Allahu që ka thënë, çështo Allahu, kedhalik e qal. Çështo Zoti ka thënë, edhe u kri ke punë. Ti kemi pas evlat dhe ka me ardhur Ishaqi në jetën e juve. Po këtë arsye të ndërum xhamat, meselja e parë është se këto ajete kanë zbritur ngushëllim për pejgamberin alayhis salam se ti je i ndarshëm të Zotit madh xhelel xhelalu. E dyta çfarë? Se ti o Muhammed je i ndarshëm si Ibrahimi, mikpritës. Andaj Khadija radhiyallahu anha kur e ka ngushëlluar Muhamedit sa çka i ka thënë? Ka thënë o Muhammed, se Khadija pejgamber ka më bë. Ka thënë nuk mundet Zoti ti me të lanë. Një pesenë që e ka për më ka thonë ti e prat misafirin.
Me prit misafirin të ndërruar xhamat është shenjë e imanit. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush i beson Allahut dhe ditës Kiametit, le ta ndëron misafirin. Le ta ndëron misafirin. Dhe kjo të ndëruar xhamat popullin ton ka qenë shumë e shtume. Me prit misafirin dhe me ndëru misafirin dhe me i dhon misafirit të më të mirën çka e ka në sofrën e vet. Edhe ata shka se ha për veti ka qenë nder mi ia dhon misafirit. Ndërkohë që fatkeqësisht këto tradita, këto karaktere, këto ndere po humbin gradualisht në popullin tonë. E lutim Allahun që Allahu të na udhëzon nga e mira. Mirë, po nuk duhet mi humb gjërat me vlerë të ndëruar xhamat. Apo sot para mendo sot i dhnohet njëri me shku misafir. I dhnohet ku o gjatë do të këtë shkupit mund gjatë. Apo ndërkohë që njerëz përpara janë kënaq. Ajo ka kënaq, ajo mërzit kur i ka shku misafiri. A mërzit, i ka ardhur vakti me shkuë, u ka mërzit. Ka pas, do ta shohim se Ibrahim alayhis salam të ndëruar xhamat, shikoj si thot Allahu, idh dakhalu alay. Idh dakhalu alay. Kur hyn misafir të mrena. Dietar Ibn Qayyim al-Juzeyri ka thot, kjo ka thënë se derën ai ka çel. Derën e ka çel, s'ka te Ibrahim derë. Pa hyn kush doin atë hin. Pse? Është i hapur për misafir. As nuk kanë kërkuar izën. Apo, edhe se disa dietar kanë thënë për çka se kanë qenë pejgamber, ose kanë qenë melek, edhe janë shfaqur në formë njerit, apo, por disa dietar kanë thënë kanë hi idh dakhalu alay kanë hi te Ibrahim alayhis salam si shpit vet. Por çka dashnijë që ka pas për misafirët e Zotit te bareke wa taala. Tjetër të ndëruar xhamat çfarë kanë thënë dietar nga kjo çfarë kanë thënë? Kanë thënë pse ka ardhur dhaif Ibrahim. Njëjes ka misafiri. Shiko, Kur'ani shumë i mrekullueshëm. Misafiri i Ibrahimit shumë të ndershëm. Domthon, njëjës Ibrahimi shumës. Çish i dosh për kon fjalia? Atë ka ardhur ti lajmi për misafir të Ibrahimit të ndershëm. Por njëherë Kur'ani çfarë ka thënë? Misafiri i Ibrahimit shumë të ndershëm. Domthon, shumë të ndershëm për kanë mukramin për misafir. Ibrahimi një, edhe misafiri u përmend një. Pse të ndërum xhamat? Sepse është e hishme dhe edukative dhe morale dhe islamit që misafir sado që janë numër ti trajtojsh si një mukon. Krejt me morë nderin njësoj. Jo në më përshim e thanë ti mira ma që ki që ka orki. Jo. A ka hi misafir? Po. Krejt misafir të morë një trajt. Ki duhet me morë një raport. Ki duhet me morë një nder. Dhe kjo ka qenë trajta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndërum xhamat, para mendo. Aq njësoj, aq mirë, aq domethënë e pavërejtshme u kanë sjellja e Muhamedit alayhis salam me dostat e vet, krejt kanë menu se ai dashur te Muhamedi sallam dhe më i dashuri te ai. A kuptove? Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çaq mirë i trajtojnë te ketë, saqë ketë menojshin se Muhamedi sallam si cili një ka një, ai të vetë edhe ke mund do mas shumë ti. Pse mund me mu që ishtë silët, atë njëjtë ka thonë dhe tjetëri. Për këta së një ditë për ditëve, atë mirë silët pejgamberi alayhis salam me Amr ibn al-Asim, shokin e pejgamberit alayhis salam radhiyallahu anhu arda. Atë mirë silët, sa që së mban sabër ai edhe e vetë. Thot ja Rasulullah, kanë do mas shumë ti. Tu shpesu që kjo është ai. Çfarë sjellë ka me mua? Sigurisht unë jam çka më shumë do pejgamberi alayhis salam. Atëherë thot Amr ibn al-Asim, tash kur e ke vetë, ai son rrein. Ama pisjellë se kalon më kuptu që si të cëllë i ka menu veç se aja ma i dashurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka e ka morë këtë ndjenjë se pensam si ka dallun si e le kërkan. Shire në zemër që tërshka. A dhe plot për njerëzve së mundë me bosavër. Apo, pak si më stadoj e vërejet më njerë. Pse vërej është Allah? Në shu vërej. As ndaj fëmijëve, as ndaj misafirve, as ndaj dostave. Du të me pas trajtim barabar. Du me pas trajtim barabar. Pastaj normal që ti dikan e kima për zemra, jo s'ka muhabet. Shiko, kër e ka pyta Amri radhiyallahu anhu ka thënë se kanë do më shumë ti, tha pejgamberi sa Aisha. Tash këtu mo kalum kitë zgjon, ka dalë, unë kujtova se unë valla. Tash çka më në Amri? Ka thënë jo më nova pi burrave. Ka thënë edhe ne mos po pështoj. Se hajde Aisha kanë e mbrëmshme në familje. Ka thënë hajde te burrat mos po pështoj, e po dalune. Ka thënë ja Rasulullah unë dashta me vet për burrat. E kanë do pi burrave. E tha sa i përket burrave babun e vet, babun e Aishës, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Edhe thot pastaj i thash kan, pas e tha Omer. Thot filloi mi përmend do njerëzi, unë kur nuk dilsha. Tha edhe e nala. Nashta jam dikon që aty po mos dal ka funi më.
Dhe këta të ndërum gjemate ka po pejgamberi sa me sjelljen e vet. Dhe vallahi dhe billahi dhe tallahi nuk hub dikush prej shokëve dhe dostave dhe miqve vetë se sebeb i sjelljes vet. Le të filozofoje mas sjelljes çka doja. Më e mend të ndërum gjemate. Pejgamberi alayhis salam çufart ka ditë mi bë për veti, ishte në Islam. Na musliman di hupna. Vini re, qafirin e ka bë o vëzër, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, qafira janë konë para se mu bë musliman. Pejgamberi kur ju ka fol se ta qafira konë, shkau konë. A kupton, sa konë musliman. Me shka ka ditë, ka dal e ka bë musliman. Na sot krenomi dhe ka thonë Ebu Bekri Siddiq radhiyallahu anhu. Apo, na me Abdullah dhe Husein asë mirë mi vesh. Me musliman. Po këtë arsye majnë men rregull kjo. Nuk i humb dikush dostat dhe miqt dhe vëllezërit vetë se sebeb sjelljes vet. Pastaj normal që ai ka me filozofu, jo unë nuk ka punë as unë jam më i miri. Jo vëllezër, s'ka mundsi. Sepse njeri i mirë nuk humb dosta, nuk humb. Apo, sepse njerëzit a ka mundsi për shembull të ndërum xhamat, dikush mos me dash sjelljen e mirë. A ka? S'ka, por vesh njëri prish. Apo, ai doin këtë parët. Ai doin këtë parët po. Po më shumë se parët e do sjelljen e mirë njëri. Apo, bane testoje. Ne testojmë çka ka parë, sa çka s'ka parë se ne testojmë. Testojë dikan çka nuk do hiç, apo. Edhe për shembull, çan, të ofendon, kritikon, apo. Edhe nisja çish dush, ndash me xhelbërta, ndash me verdha, ndash me tjorgovanta. Apo, çitja kanë tjorgovant. Valla më thot, nuk i je bash i keq. A? Qire, njerëzit të folin, ngjisin biftan, po lejtë do çka fol njerëzit. A mi të shoh, çitja një tjorgovant tjetër. Kush më thot? O sa ka mohabeti për ti Allah. Kur ti ka bim ka orlajm apo. Çit janë dërgovan? Apo si mos të snin rang të Buhanifës çe. Ti thot me Buhanifën valla ki morin gjallë. Tamam ti ashton dozën e parave apo edhe pak çon të sahabët. Për këtë arsye vëzër, sikur që ndron parja, mendimin, trajtimin, sjellja ndron. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë një sahabive ka thënë, "Ja rasul s'kam çka më dhon, as ta ka s'po di çka më bë." Ka thënë, "A mundesh më u keq njerëzve?" Pa parave, ama këshiko, me gjithë se në pa pare, njonit vëllaj duhet me pizzet një ngrej, një në mbuz kënejna, një në mbuz kënejna, nuk i bëzqesh tira, se qashtu është i kriju. Këta si Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ka thanë, mas 14 vjetëve sjellja nuk ndryshon. Andaj lutë në Zotin që Allah t'i përmirëson karakteret tona. Andaj, çka tha Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salatu wassalam, hel ataka hadith dhayf Ibrahim al-Mukramin. Atë ka arti lajmi i misafirit të Ibrahimit shumë të ndershëm. Të shumë të ndershëm, shumë janë për misafir, nuk është për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Edhe pse Ibrahim alayhis salam është lavdruar shumë i ndershëm se kanë ndëruar, se kanë thënë i ndershëm i ndëron njëri. I ndershëm i ndëron dhe i ndershëm të respekton. Dhe për ndryshe ai s'ka nder, ai nuk din me respektu. Për këtë arsye të ndërum xhamat ka ardhur në njëjës për çfarë? Për të reguar se Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ka trajtu misafiri këtë njësoj i madh, i vogël, këtë i ka trajtu me një traj. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, idh dekhalu alayhi faqalu salaman, qala salamun qawmun munkarun. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur hynën të aj, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot, e para i ka lavdru Zoti dy palë këtu. Palën e mësafirit dhe mikpritsin. Sepse për të morë emri mukram, të me egzistu një mukrim. Qëka është i bje? Për më ndëru mësafiri, normal njëri thotë, kush e ka ndëru? Ibrahim a.s. Dëmonë, ki ndëruari edhe ki i cili e ka manifestu nderin. Do më thonë, i ka lavdru Zoti me një fjalë edhe Ibrahimin edhe mësafir. Mësafir kush janë kanë të ndëru në gjëmat vini rej? Për Ibrahimin janë njërës pa njofshëm, ka një ndo njërës mësafir po dojnë me nejtë. Ama për melekt, kush o Ibrahimi? Pejgamberi i Zotit. Do më thonë, andaj disa prej dietarëve që kanë thonë, edhe pse këtu mësafir është vetëm për palën e Ibrahimit, se për këta s'ka nërë mësafir. Andaj kur t'ja u jape mishin, viçin me hangër, masi t'ja u pjeke, Allahu gjëna të regon, thot, Ibrahim e thot, se s'po hani, s'ka në hangër ato. Se s'kan konë njerëz janë. E konë melek në syret të njeri, melek syret
të njerë. Pra e para, çfarë është? Se ka përmend nderin e dy palëve, edhe misafirit, edhe mikbricit. Tjetra të ndërum gjëma shiko, idh dekhalu alej, kanë hyte aj, më njerë kanë hyje. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, nuk ka përmend Allahu subhanahu wa taala këtu, çfarë? Çfarë s'ka përmend? A ka mundsi me hi? Leje, izën, apo a ban me hije? Dhe prej edebeve të hyrjes të dikush mysafir, cila të ndërum gjëma, hatta tastanisu, derisa të kërkoni leje. Do të më lip izën, a ka mundsi me hi? Apo e të ndërum gjëma, pse se ka përmend Allahu subhanahu wa taala këta? Disa prej ulemave çfarë thonë, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, thotë kjo është argument se Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ka pas derën e hapur për mysafirët dhe janë mësuar njerëzit kur shkojnë te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, sikur ai pra me fjalë të tjera heshturi që ka thonë, hini s'ka nevojë me lip izën, hin ulu, s'ka problem. Apo dhe ka disa transmetime dobta të ndërum xhamat, edhe pse dietarët e kanë përmendur sa për istinas, Ibrahim alayhi salatu wassalam një herë prej herave u shqortua. U shqortua nga ana e Zotit xhelal xhelal. Po çka u shqortua? Ka hini njëri, Ibrahim alayhi salam ka pas shumë dele, shumë viça, shumë lopa, bakti. I ka rujt, i ka kultivuar, i ka kujdes për to. Apo dhe thot Ibn Jauzi, krejt delet e Palestinës janë kontra Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Apo dhe nuk vjen ndesh këtë ndërum xhamat me zuhdin, mos me pas. Jo ti mos i duj, ama ki me pas, shikop i ka dhënë për mysafir. Një ditë për ditë Ibrahim alayhi salatu wassalam e përgatit ushqimin dhe prej aftësive që i ka pas Ibrahim alayhi salatu wassalam të ndërum xhamat, vetë i ka prej lopt, vetë i ka prej viçat, vetë i ka prej delet. Apo ka qenë burr i fort, burr i madh. Dhe çfarë ka ndodhur? Një ditë për ditëve s'ka me kanë me hangër. Edhe thot ta thirrni njëri. Edhe prit s'ka musliman. Një ditë për ditëve dal thot, "Ej, hajde be më hape mua, s'ka dosh me hangër vet. S'ka dosh me hangër vet." Edhe e ka thirrni, njëri ka qenë pagan. Mushrik, ka in shtëpi. Edhe Ibrahim alayhis salam ka thonë, "Bismillah ha." Don edhe hapo dhe ti bëj pa thirrje da vet. Ka thonë, "Jo, s'muj me bismillah, unë kam Zotin tëm." Unë ka thonë me emrin e atij Zotit tëm. Thuj bismillah ha. Jo, ka thonë, thuj ti bismillah, unë s'tham bismillah. Apo atëra çfarë do? Atëra do Ibrahim fal, ama s'më me dhon buktia. Ose këtë risk nuk mundesh me hangër pa emrin e Zotit xhelal xhelal. Thot s'ha. Edhe del. Ha? Nuk refuzon me dhon buk. Atëra Allah subhanahu wa taala e thirr Ibrahim alayhis salam. Thotë Ibrahim, pse si dhave me hangër? Thotë Allah po se përmend emrin tan. I thotë Allahu subhanahu wa taala që 60 vjet mban shirk i jap me hangër. Një ditë ardhte ti së mban e sabër. Që 60 vjet të qafiraj. Unë për ditë i jap me hangër. Ha? Edhe të e di që janë qafir. Një ditë ardhë mysafir të ti, s'ban e sabër. Atar del e thirr. Thotë apo kthehesh e njerë. Thotë pse mu kthi? Thotë më qortoj Zoti jam. Më tha leje me hangër dhe nëse s'ban bismillah. Sa e ka fenë vet. Ata dhe thotë, kush është që ki Zot? Thotë Allahu subhanahu wa taala. Sa është bëj bismillah. Sa është të këmë bë musliman. Dhe nga ky qërtim, disa dietarë kanë thënë, Ibrahim alayhis salam mos e ka mshël derën. Ka thonë, "Oh, hini, hani, nuk ka problem, ne të haje kush doje." Pse? Nga se e ka marr, çka thënë te Ibrahim alayhis salam? Një herë bani duajën, ha? Çka tha? "Wa min dhurriyyati." Qala la yanalu ahdu adh-dhalimin. I tha, "O Zot, bani pejgamber dhe imama edhe bitë mi." Pa e thon besimtar të devotshëm. Atëre minjar ndoan të përmirësoj. Ibrahim sa minjar përmirëson të vetën. Korrigjimi aty për aty. Andaj edhe këtu, një herë ka çortuar, u kri ka thënë Zot dera jeme moçelo. Apo, dera jeme moçel. Kërkoj që natë ndërum xhumë. Njëri 50 herë gabon njëtin se prap njëjtën. 50 çatat njëjtën. Apo, dhe mundohet me gjet arsye, interpretime, gabime tjera, i ban 100 gabime tjera, ka mujt vesh një tërheqme, trak. Apo, njëri të ndërum xhumë me një tobe, a disa shumë realizon për qëllimeve. Vesh thot fal gabim kesh, u kri. Por mos më thonë se ka gabim kesh, e ban një gabim tjetër. Ku ta kishë këto 100 gabime me rani ka bë, në fund zbulohet për çfarë? Në fillim s'e ka thonë fal. Gabim. Apo, dhe kjo ndodh plot. Ti është burri gruaje, bab e vlad, koleg me koleg, apo e sheh gabimin apo do. Sidomos te gratë. Sille, pështilla, vesh të stot val.
Në fund, ama edhe ti pak gabim, edhe ti pak. Nuk mundet me kanë veç ajo gabim. Të natyra, mangësi e kështu me radhë. Ibrahim alayhis salam s'ka probleme me këtë gjëra. U krij o Zot, mini herë dera hapa. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, thotë argumenton kjo se Allahu subhanahu wa taala fakti që s'ka përmend kërkim leje për ty te ai, kjo argumenton se dera e tij është qenë. Dhe kështu duhet të me qenë në xhama besimtare, me qenë i hapur, me i dash njerëzit, me qenë mikpritës. Jo më ngushtu shpirti. Jo më thonë, au, që u bëmër tash. Dhe kjo të ndërrumë gjëmatë, shikoni, me të ramën e imanit, me ramën e kulturës, me ramën e traditës, të ishem njerëzit ngushtohet i mësafirit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, mësafiri vjen me bereqetin e vet, me rrezikun e vet, sta hati, mos u tut. Apo, mos u tut. Dhe do shohim tani çfarë edebi Ibrahim alayhis salam ka pas me mësafirin, çish pritet mësafiri. Të ndërrumë gjëmatë, pse mësafiri në Kur'an mu përmend detaj në 4 sure? Pse mësafiri? Sepse mësafiri është njeri i cili ti i bën davet. Ne kemi Islamin e madh, apo? Islami i madh, imani i madh, feja e madhe. Dhe ka njerëz që s'kan hi këto, ala. E lutim Allahun që Allahu t'i udhëzon, dhe Allahu t'i drejton, për familjarëve tonë, miqve, dostave, plot që i njohin. E po edhe ata që s'besojnë hiç fare, apo që s'kan hyrë në Islam hiç. Kjo është shtëpia e madhe, apo shtëpia e Islamit. Kjo shtëpi të ndërum xhamat. Si duhet mi prit ata të cilët janë të interesuar, kanë kurrëshje, kanë simpati, çfarë duhet me bë? Me qenë drejtë hapur. Andaj misafirulloki nuk është përmend në 4 sure, dhe a dini sa ajete ka çish duhet me prit misafirin detaj në surën Nisa. Detaj, çështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë rëndësi misafirit shumë. Dhe misafirulloki pejgamberit alayhis salam ka qenë shkak i pranimit shumicës njerëzve të Islamit kohën e tij. Mënyra se këtë kanë thonë që shumë priti, apo a keni pa njerëzit kur shkojnë misafir dikun? Edhe çka thotë? Kurbe se harroj që shumë ka prit. Çfarë nderim ka bo, çfarë respektim ka bo, ti s'ki mundësi mos me dashur ata. Edhe kjo ka qenë sebebi pse kanë pranuar Islamin njerëzit. Amur, jo rastisht Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit alayhis salam, "Walau kunta faddan qalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Me po më kanë ti i vrasht. E jegar. Këtikin. Andaj, pse misafirulloki që ka shumë i theksuar në Kur'an, sepse na të ndërum xhamat, fundit këtë jena misafir. Këtë jena konsumator këtë dunja. E jemi misafir. Andaj, të rrim si misafir që është në kohije, këtë dunja. E jo me kanë si shpiton, si janë shpiton. Andaj, e para kjo, edhe e dyta, ne në Islam të ndërum xhamat kemi misafir. A e dini se njëri për njerëzve që e merr zakatin, pi 8 kategorive zakatlive, apo po shkak se edhe tash musliman shumica për muslimanëve zakatet i ndajnë në kohën e Ramazanit, njëri për njerëzve, klasë njerëzve që Allahu subhanahu wa taala ja ka lejuar marrjen e zakatit. Muslimani ja jep atina kujna wal muallafatu qulubuhum. Dhe atyre të cilat ju doni mja umur zemrat. Kafira, ti thu, a diçka, kjo 50-50, 60-40, 70-30, 70% e do Islamin, anon ka Islamin, i kanë me do dyshime edhe 30%, edhe 30.000 euro ke i dërknena. Me 30.000 euro dërknena. Se ka mundë që ka paqartësina, ka turbullina, ka mundë që shqetëri, që shkime në buk ti mund. Shka ma, të këto më këtë harama. Shka ma, të këto, aja harama, aja fillon më tut. E ti kur ti jep të, shika Allahve ka lejue, njëra kategorie njerëzve, që aja është loj varfërije. A s'pate pare, a s'pate vullnet, a s'pate men, qatiparjo. Andaj Allah dhët, jepja, do shta e këthen. Po këta si e shiko, misafirloku të ndërum gjëmal, dhe gostia, dhe mikpritja, dhe sjellja e përgjithshme, këtë misafirloku. Krejt kjo lun rol pastaj se sa kanë me hit njerëzit në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, idh dekhalu alejhi fe kalu salaman. Kanë hitë e Ibrahim a.s. edhe me njëherë i kanë thanë qëfar? I kanë thanë selamen, për shëndetje. Selamen, të ndërum gjëmat, shiko, gjuhë në arabëve, ka mënyra ndryshme për me thanë selam. Fjala selam është e zgjedhur prej Allahut Allahu subhanahu wa ta'ala për në dunja dhe për në akhirat. Hapin e parë, çka e bën xhenetlia në xhennet, Zoti na mundsoft. Çka i thonë melekt? Selamun aleikum. Selamun aleikum. Njëri thotë, unë kam qef me më thonë përshëndetje. Merak e ka. Tu ngjat jeta. Tu ngjat jeta ka mu të zgat jeta si të ngjat. Edhe kanë me të dhënë shëndet. Për shëndet. Me pas shëndet, apo?
tu ngjatë jeta, mu tu zgat jeta, apo. Ama çka duhet mu tu zgat jeta kur ti për shembull s'ke iman? Ç'a duhet? Ç'a duhet me pas të shëndet kur ti harxhon ata në mëkat? Andaj selamun aleikum. Ti të siguruar njëri pe mëkatit dhe zullumit dhe kufrit dhe shirkut dhe për gjërat që të rëndon Zoti më të bareke ve teala. Andaj selamun aleikum është përshëndetja banorëve të xhenetit. Allah na mëson me dëgjue për Zotit më të bareke ve teala. Këta si kanë thënë selamen. Qalu selamen. Kanë thënë selami. Apo nusellimuke selamen. Qala salam. Atëra ka thënë Ibrahim alayhis salam selam. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, Ibrahim alayhis salam e ka përdor trajtën më të mirë se sa melekët. Ata kanë thënë selamen, Ibrahim alayhis salam selamun. E të arabt, nëse e ban selamun, a më e nalë se selamen. Sepse fjala selamun është çfarë? Siguria dhe selami qoftë gjithmonë pa ndërprerje mbi juve. Ndërsa fjala selamen ka mundësi mu ndërprej. Argument është se selami për Ibrahimin, po, ama pak ma nej për Jordanin shkrum ka me bë. A Ibrahim a.s. qëfar ka thënë? Ka thënë selamun, po shëndetja e Zotit qoftë mbi juve për gjithmonë. A ka mendu se njerëzja, nuk e ka di që janë melek. Pasaj, qëfar ka thënë? Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, qaumun munkerun. Ka thënë me veti, dhe ma vonë do t'u thot edhe me fjalë. Po njëherë ka thënë me veti, qaumun munkerun. Shumë të panjofshëm këta, spinjos, apo kanë thënë dietarët, ose shenjat e ftyrave të tyre si kanë gjakur kujna, ose kanë qenë shumë të bukur, shumë spinjof, apo. Dhe tjetra, çfarë kanë thënë? Ka thënë nuk po sillen si tjerët, si zakonisht që sillen njerëzit, apo. Dhe kanë ardhur transmetime se këta kanë ardhur shumë të ri, shumë të pashëm, shumë të bukur, shumë të hishëm. Dhe Ibrahim alayhis salam ka qenë plak, 120 vjet, 130 vjet. Ka thonë, qaumun munkerun, ama e ka thonë me veti të ndërum xhamat. E ka thonë me veti. Pse ka thonë me veti, mos miranue. Apo para në për shembull mi thonë të njerit, shumë i panjofshëm i vëllai. Ai hik, largo. Se qaumun munkerun me veti e ka thonë. Ka thonë spinjof. Ka thonë nuk pi njof. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Nuk ju ka thonë unë juve nuk pi njoft. Po çfarë ka thonë? Ka thonë me veti. Pa njofshëm edhe është largua. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Shpejt, çiko, faragha. Me njëherë, faragha shka të ndërun xhamat. Faragha është me hik shpejt tinza, dhe pat vërejt fare ai pitësit po hik. Dhe njerë, shpejt, fshehu razi. Dhe as një alamet mës me e pas ku jetu shku ti pi ati që ka jetu hik. E ta shpikujt atu hik Ibrahim a.s. Ibrahimi shpejt ka shku, pa vërejt dhe pa i dhan alamet misafirit, se ku atu shkuë. Apo? Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, faragha ila ahli. Ka shku mi njëherë të gryja vetë. Faja'a bi'ijlin samin. Dhe e ka marrë një viç trash. Kanë diskutu djetarë, a e ka pas të gatshme, a e ka prej. Shumica janë që e ka prej qëty për qëty. Ka shu e ka morë një viç. Dhe kjo ka qenë prej nderit Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Se a ka i njofshëm, a i pa njofshëm, a i viç ka prej për misafir. Dhe kjo ka qenë të ndërum xhamat tradite një numrit matë muslimanëve të na, që mu prej viç, e mu prej lop, e mu prej mish për kanë, për do një misafir i cili ka qenë ma ndarshëm. Apo, mish tazë me prej. E kjo e para. E dita ka arë në surën Hud, ajeti 69 të Allahut te bareke ve teala, fema labitha an jaa bi'ijlin hanidh. S'ka shku dakik, vetë se e ka sjell një viç. Këtu në surën Dhariyat ka ardhur e trash, surën Hud ka ardhur i pjek mirë. Shiko Kur'anin të ndërum xhamat detalet që na jep. Andaj ka thënë dietarët, ushqimi më i mirë cili jo mishi, 2 prej kafshës së but, jo lop, po njët viç ma të freskët e ka, apo, dhe tjetra kanë thënë hanidh çka i pjek të mirë. Po këta si kur do me ndëru di kanë të ndëru xhamat, si e ndëron me mish, dviqit,
edhe e pjek mirë. Apo jo me pashteta, me pashtesin e ndërron. Apo as me aerokrem, ndërrohet me mish. Të ndërruan xhamat, na e shohim në këtë zbavit se Kurani ka përmend. Ka shku Ibrahim e ka marr viçin. Ka prej, a di sa punë ka, ata që ka prej në din. A di sa punë ka. Thot Allahu, faraga kit ta ka po shpejt dhe tjetër, të ndërruan xhamat, vini re. As kanë mujt me lek mi thon, o Ibrahim mos u lodh me prej viçën as hajna. Jo, banë punën tonë ti. Vini re të ndërruan xhamat. Vini re. Për shembull, dikush më mund të më thon, ti kish ku i ke prej një viç. Apo për misafirin. Te na han sprejat veç, po hajde kish ku i bleja burgera. Edhe je lodh, apo i harxhue. Edhe ai thot vallai unë s'kam të hongër se s'kam vakt. Çish me si të hongër, e kim hongër me zor. Unë i blej apo keni pa do sa vjen misafiri, si e pret. Të ndërua thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy do dhim vazhdim. Se Ibrahim alayhis salam vet ka shkuar ka marr viçin. Njëri për neve nxel koletën. O gjallë as me ka, shko me blej çeta se spasmi. Jo kështu. S'ka spasmi. Po edhe nëse s'kije, ajo tinza do të më bëhe. Jo përpara. Shikon der ka qenë të ndërrum xhamat. Kur të jetë misafiri mrena, jo ti më lëna më. Jo, do të më hi ka xhamat aty ka. S'ban mi pa ai, pse? Se ngushtohet. E mos flasni për atë se çka thot Allahu fa qarrabahu ilayhim. Vet ja u ka ofruar. Çka thon apo vini me hangër? A unë tini, jo agjërushëm jena. Keni po e vesit, çka po do? A keve për buk, a për kafe, a për çaj? Si të vete të ndërrum xhamat. Bane këta men. Si të vete misafiri. Për çka ije, sa të ditë me pritaj. A e të thonë, ecë Allah, ecë. Zvetët misafiri shka po do. I jipët. A i merë shka doje. A je për çaj, a je për kafe, a je për buk. Nuk pyetët të ndërrum xhamat. Kjo është prej rëndesës dhe ngarkesës ndaj misafirit. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Shkoi te familja e vet, e morr një viç trash dhe e pjek i mirë. E ka pjek mirë. Ka thonë dietar, pse e ka pjek? Se me zi ka vakt. E ka thonë ashta spritin këto. E janë të gut. Nuk di kush janë ule. Apo pat njofshëm të ndërmendja ka prej viçin. Pa ato shka i nje. Qa ju bani Ibrahim e se madine shka i nje. Qësh i gostit ata. Po këta sytë të ndërmendja, shiko. E para, ka shku shpejt. E dyta, ka shku të familja vetë mobilizim. E treta, se kanë vërejt ku janë të shkue. Apo, këto se kanë vërejt në kuptimin e Ibrahimit alesam se ka bo veprën, por dysha ata me lek janë. Dhe e katërta, e që shumë në nësitë në rëndjëvat, me lek të kanë mujtë mi kalëzo, mi thanë o Ibrahim, s'kene harve na për këtë punë, nuk hajna, na nuk hajmë buk. Pëse si kanë kalëzua? Leje në njerën të bojën derin e vetë. Zoti ka dashtë, leje Ibrahim, mu si kalëzon Ibrahimit ju, leje në të bojën derin e vetë. Ka kanë mujtë mi thanë, vishme mëse prej vichin, mëse që poshtë, apo si me betonën. Ama to viçat kujna janë? Kush i ka kriju? Zoti ma, po në ta preje. Ne ta preje, hadi ku tjetër ata. Edhe pse këta s'hajnë. Apo si kanë kallëzuar që na s'kena me hangër. Për çfarë arsye? Lejle ta japte ai vetën e vet në ta bojën derën e vet. Që pastaj të vinë te çfarë? Te gostia, te sofra e ta marrin sofër për gëzimin me djalin e tina Ishaq. Po këta si të ndërrum xhamat, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy. Thotë ka shkuë te gruaja e vet, e cila ka qenë Sara, dhe çfarë ka bëhe? Vet e ka përgatit viçin. Me që ka thonë, ty rrip pak gati, unë e baj hazër. Dhe kjo çfarë të regon? Se duhet të ndërum xhamat njeri vet me lëviz. Vet me baj izmet. Vet, jo njëri me thonë për shumë, veç rre. Apo, jo, lëviz Allah. Lëviz. Traditë ulemave, traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë. E ka ul Adi ibn Hatim në karrikën e vet, ka thënë ulu këtu, merr jastikin tënd. E ka ul karrikën, pse? E tregoi se pejgamberi alayhis salam nuk ka mbret, nuk është zullumçar, nuk është ai i cili e lun rolin e sultanit. Ata Adiu çka ka thënë? Ka thënë sobe sultan ki. Sultani s'ta shlon me karrikën kur. Sultani s'ta shlon karrikën asnjëherë. Thot Allahu subhanahu wa taala, faja'a bi'ijlin samin. Dhe ka ardhur me viç të trash. Me viç për shkak çfarë? Freskijës. Ma i fresko të mishi i viçit. Pse i trash? Se ka pas plot. Ka më të thomë, që ki kana nga të cofë mësë bëmas ta prej. Jo, matë mirin. Për këta që i ka më ndjetarë. E trash për me të regu se për misafirin më i miri. Edhe atë që ka se ha për veti. Për atë, matë mirin. Pse i pjekt? Pse i pjekt? Për me të regu se misafirit
i bëhet e gati deri ai veç me hangër. Apo, me thonë, çash për shembull ti ja be atina, me thonë, munojo pak tash ti. Jo, s'ka më munuaj. Ai duhet veç me hangër. Kjo është gostia. Ata shiko Allahu subhanahu si e përshkruan. E ka zgjedh kafshën më srejt, më të majmën, më të freskëtën vish dhe vetë ka përgatit. Ka ndodhur dietar hanidh, çka i bie kur e pjek vazhdimisht me e lag nga pak me vajra dhe ujra për me qeni freskët, që komplet ujë dhe vaj me himrena, që kur ta haj me thane llukum koka. Të ndërrum gjëmat Kur'ani për shkon. Kur'ani për shkon këta. Dhe kitë këto ndere janë për Ibrahim a.s. Ani ka thonë Ebu Dhifan, njëri cili ka prit misafir. Tjetra, çfarë kanë thënë dietar për këta? Ka thonë ja'a bi ijlin samin. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, "Wa lam ya'ti bi bad'atin minhu, wa hadha min tamam karamihi sallallahu alaihi wasallam." Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, e ka prunë komplet vitin përpara. Komplet, çka komis që ka thonë bujrum hani. Ha, urdhroni hani. Ha? Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, ka mujt me prunë cop. Jo, komplet. Pse nuk e ditë se si se ditë se në pjesë e kanë merak. Ha? Të njëherë ti ja imponon ti misafirit tanë, apo thu që këtë pjesën, pa i nështë se ka merak që ta. Apo, qëfar do kafsha, berja komplet. Apo, në gjerja pullën komplet, nëse i ki mundësit për pullë. Apo, mos keq kuptoj, me që ka pashtet, me të haj pashtet, s'ka problem. Ama ai që ka i ka mundësit, nëse ki mundësit vicin, komplet vicin zere ati. Se ka mundësit dikush e do krajin, ka mundësit dikush e do kofshën, apo, që janë të njora. Po këtë arsye, cilën pjesë ta doje ai, çata e, për shembull pejgamberi sa me ka pas merak, pejgamberi jon alayhissalam e ka pas merak kofshën. Dhe sahabët çka thonë, sa herë që i përgatitshmi, kur e diti çka e ka merak, ja çon çata. Sahabët çka thonin, kur prenin kafsh, i ja dërgonin pejgamberit alayhissalam kofshën. Ha? Pse? Se çata kish merak. Po kise ka ditë cilën e ka merak. E kur nuk e diti misafirit cilën e ka merak, çka thot Allahu subhanahu wa taala, fa jaa bi ijlin samin, çeket komplet viçin. Çka ka? Hali ku doni. Kjo është ndërruar nga pinderit madh që ka bëu Ibrahim alayhis salam misafirëve vet. Tjetra, qarrabahu ilayhi. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa ofroi afër kan ja ofroi. Wa ka ofru afër mishin. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, thot qarrabahu ilayhim bi nafsihi wa lam ya'mur khadimahu bi dhalik. Prinderit Ibrahim alayhis salam se Ibrahim alayhis salam ka pasur shërtor, por e ka marrë vet viçin edhe pjatën edhe ka vendosur para tyre. Pse që nderin ta bën vet. Ka mund të thonë shërtorit bjerë. Sjellë, jo. Dhe kjo ka qenë traditë e pejgamberit alayhis salam, qurbanat i ka prej vet. Vet i ka prej qurbanat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo veç kaq, e ka mjell delën vet. Thot Aisha radhiyallahu anha, e mjellte delën vet. I ndreste kundrat e veta vet, i arnonte teshat e veta vet, apo i krinte shërbimet e tij dhe tonat në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Dhe kemi përmendur këta vëzhgë në detaj, një Ramazan të tërë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka punu sikur na këtë burrin që e kena na, apo po të çonë në ti të kuzhina. Që tu ti sa ti xhanama. Po çomora gotën e vet nuk e la. Jo, kiti na mësu të gatshme. Kjo nuk ka rregull. Ani në rregull është me të bëj hizmet, gruaja nëse të bën hizmet. Apo, mirë po, çfarë bëhet me hongër vet? Çfarë bëhet? Çka bëhet me çajin vet? Çka bëhet, apo? Dhe do i çojnë hun. Apo, edhe s'fol hiç, s'kallzon. Demak, ti du të metar wahi, shpallja Xhibraili me ditun, po ku ta di valla, apo? Sa pigrave i torturon burri, ha? Demak, ki s'fol 3 sahat, më 17 ditë vetë diçka pata. Ku ta di valla çfarë bëhet? Po si vjen me Xhibraili gruaj sot ti. Ki do të me ditë sot. Çish ti se di? Kjo të ndërron ignorancë. Shejtani lum me njerëzit. Apo, do të me ditë apo. Hulën sofër, apo sa kur gjalla, hajde s'tash ta di ajo e gjunoja. Ku ta di çka si ka pëlqyer këtij, apo as të fol as kur gjall. Apo tortur mbi tortur. Dhe pastaj apo Allah i kabull iftarin. Ku Allah i kabull iftarin? Me këtë arroganca, me këto karaktere të prishta. Çka ka të bëjë kjo me Islam? Ka të bëjë s'po pëlqen çka kjo, po shumë e mirë kanë. Pejgamberi alayhis salam të ndërum xhamat, thot Aisha radhiyallahu anha, ma aba ta'amun qat. Kur s'ka nënshmu ushqim. E nëse si ka pëlqy? S'ka hëngër çaq. Po s'ka hëngër.
S'po m'pëlqejnë, as se ka marrë vesh dikush se s'po pëlqejnë bile. Apo, na ki dunjë me shumë Facebook, gruaja sot kur çon s'kish marruar. Kjo nuk ka të bëjë me kuptimin e Islamit. Shiko, fejabi ijlin semina ka pru komplet, se ka pas. Ibrahim sa më koni pasur në ndonjë. Ibrahim alayhis salam ka qenë njëri i pasur, faqarrabahu ilayhi. Ja ka afruar afër, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, u ka afruar afër të nderën e privilegjet të nderimit ta merr vet. Pastaj qarrabahu ilayhi wa lam yuqarribuhum ilayhi. Vini re, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy. U ka afruar mishin dhe s'ju ka thënë hajdi me hangër. Pse mos ta trazoje misafiri për çati venit ku. Apo qonin që këtë dhomën tjetër se që të pak na nuk hajna këto, hajde mos ta bëjmë viran. Pse misafirllok. Kini po do i ndreqin shtëpiat, një kat, dy kat, tre kat, në podrum jeton. Këto i kena veç ashtu, veç për mikëshir. Po shka, i keni më morë në akhirata. Ku keni më morë për këtë shtëpia? Nuk i kuptoj njerëzit çfarë ignorancë jetojnë. E ka zbukuruar shtëpinë, këtë tavolinë Allah se kena çel, me najllojna e majna. Pse e mani me najllona? Çashtu apo do. Çe, shkon e marr mesafirin pi podrum, e i parikatot këshire që duket, hajde do ta xhem bira që shkojnë nëna. Po le marr mesafirin e taj aty ku e ka vendin. Mesafiri duhet të më kanë vendin më të madh ndërum xhamat. Vendin më të madh. Në Qabe shkojna, toka e Qabës shkelet, ty sun rejati me najlona. Qobe shkel, ban tavaf, bukhat aty, iftar ban aty. Kin sallon këtina se ban iftar. Pse ja, këtë dhome kena në i bani Allah ba. Andaj shka thot i Ibn Qayyim al-Juzeyy, prej nderit misafirit që e mësojmë nga Ibrahim a.s. cili me apru ushimin ku e ke ull. E jo me thonë hajde ull atje. Kjo është prej nderit më dha. A ka mundësi me ndodh, me thonë ndodh. Po nëse mundesh me aqu ushimin që aty, kjo është maksimumi që mundesh me ndërruar. Nuk më thënë njëri ka me hinë gjenem, pse e që të dhoma tjetër. Jo, mos i keq kuptojna. Mirë po, a o nderi ma i madh me aqu bukën aty, po nderi ma i madha. Qati ku ka ull, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, faqarrabahu ilayhim. Wa Ibrahimi ja afroi viçin atyre. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, nuk i tha ejani te viçi. Ejani te viçi. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy dhe kjo argumenton për nderin e lartë të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, faqarrabahu ilayhim qal ala ta'kulun. Ata nuk hanin të ndërëm gjëvat. Ata nuk hanin, se nuk ishin njerëz. Ata ishin melek, ishin Jibraili alayhi salatu wassalam. Ata çka i tha ala ta'kulun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala qala ala ta'kuluna. A nuk hani jo? Pse s'po hani? Apo shiko, dietar thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, nuk ju ka thënë kulu, hani, po ka thënë ala ta'kulun. A nuk po hani? Domthon, as ju pëlqejnë atë çka puna. Domthon, të ndërum xhamat, njëri kur sa dikon, duhet me paraqit arsyen. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se ata kanë thënë la takhaf. Mos u toto Ibrahim, mos u toto. Kjo mos u toto çfarë është? Arsye. Njëri kur shkon mysafir, edhe i ofron ushqim. Çish do të më trajtojë të ndërum xhamat, nëse s'do me hangër. Çish do të me paraqit arsye, se e lëndon mikpritsin. Me thonë për shembull, i ngopt jam, sapo kam hangër. Apo sapo kam hangër. Kjo është mënyra më e lehtë për ta tekaluar sikletin. Sapo kam hangër, apo nëse nuk të pëlqen. Ose për shembull, i agjërushëm. Për shembull kopraci gëzohet. I agjërushëm, elhamdulillah. Apo ishte agjërushëm. Dush me paraqit një arsye. Apo për shembull, ki me hangë që tërkun. Apo mbandam, apo jam i smut, duhet me paraqit një arsye. Mirë po shikoni Ibrahimin alayhis salam. Nuk tha hani. Se kjo era ditë me a ki bota thot, ki me hangër. S'ka këtu. Lodh njerëz për ti. Që nuk kam hangër. Do të ngushtojnë apo bile ti ha për shembull sa të hahet, apo kujt të thot. Kada. Na kemë mal. Ka këtu me hangër. Po i ndërum unë hasa duhet. Ti sa dush, unë nuk më hangër do të. Kështu janë do. Ai tu kujtu që po të nderon, pa, ja s'ka mu çojo, kada. Apo kena me hangër na, jo vetë sa do, unë sa duhet. Nuk nderohet, andaj shikosh që i ka thënë Ibrahim, ala ta'kulun. A nuk po hani ja, se do të kam prekëç. Ka thënë ala ta'kulun. A nuk po hani ja, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa hadha 'ardun wa talattufun fil qawl, wa huwa ahsanu min qawlihi kulu aw muddu aydiyakum wa nahwiha. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot kjo është mënyra më e butë dhe më e këndshme
për misafirin nëse i thu, a nuk po hani? Apo a nuk po hani se që nëse s'do më hangër nuk ha. A kur ti thush urdhër ha, tash ha, pa qare me hangëra, pa qare me hangëra. E s'kate misafiri pa qare me hangër, nëse si pëlqej, duhet të ndërum gjëmat muslimani me konë ndjeshëm. Më konë, me pas nervat të holla, si pëlqej ka diçka, ta më ukrije. Apo, jo me ngushtuhe, jo me ngushtuhe, ose me thonë, u argjun valla. Na u argjun, ali, po jo, hajde qalla, nuk u preka dit. Qa me po që i argju, valla? I argju për misafirin tanë, dhe zoti që problem për ata. Shiko me lekt, thamë, e kanë di që s'hajnë. Me lekt e kanë di që s'hajnë. Si kanë kalzu, prejet, shko prejet. Pse, peret ti, banet ti tanën, na e këne obligim me thonë s'hajna. Qaq. Qiko? Për këtë arsye, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kjo ka qenë më e mirë se sa çfarë? Se sa thënia e njeriut misafirit vet ha. Kjo është më e mirë se tje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, thot إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوف يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوه وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون. Thot zakonisht kur kanë ardhur te Ibrahim alayhis salam njerëzit kanë hangër. Jo ka dhënë ka hangër. Te Ibrahim alayhis salam e ka kallzuar ndër në shtesë. Kur e ka pasë s'po hajn, çatëri ju ka thonë as po hani. Pse? Se zakonisht kur ju ka dhënë kanë hangër njerëzit. Ose dikush që ka pas arsye. Tash kur to s'kan hangër, shiko mënyrën se si u shpreh. S'ka dosh mirë ndu. Ka thonë ela ta'kulu a nuk hani? Fa awjasa minhum khifa. Dhe filloi mutut. Keni pa njëri për shembull, vjen në shtëpi mysafir ose dikush edhe s'fol. Shka ka be kënë sanat. Keni pa vën baba ose babgjyshe, se gjyshe, se agjia, apo edhe vesh rri. Ha? Hiç kit fole ai rri. Tash normal, ato që shka ka më kjo. Ai va kur s'fol. Sepse njëri kur shpreh atë e dim çka kije. Edhe nervoz më kanë apo. E kanë ndonë manifestojnë nervozën që ish, vjen edhe veç rri. Ha? 48 ditë. Veç rri. Rri, s'fol kur gjo, apo. Edhe tash, pse u atë torturon imaginatën, a mos e ka për qëta. Apo, në të të shkoj e ti imaginata pa fundësisht, qka e kam une. Edhe në fund, qka, thot, pse ja ki që gjisluge shiqa. A për që të hekia, po në torturove, shumë pa krip paska. Pa, a di për çka jetë bo nervozën e për çka i tu jedhnue. Qiko Ibrahimi a.s. Fe awjasa minhum khifa. Këto djemë tri, qëfar mishi ju kumbru, mish vici, mish i freskët, s'ka ndodhë kur mos me hangër. Fe awjasa minhum khifa. Ka fillu mutut. A është normal mutut të ndërum gjëma? është normal mutut. A e kujtohet Musa a.s. Kër i tha Zotë Imam Gjellalu mu, shkote Firauni, që i tha, kale Rabbi, tha o Zot, inni e khaf, a i e këtulun, unë këm tut të se mbrasit, a i zë mund qarët, a i sa njeri, a i kriminelo, që i tha Allahu Gjellila, la ta khaf, ose tut, unë jam me tije. Këto të ndërum gjëmat Ibrahim a.s. tutët. Pse tutët? Fe awjasa minhum khifa. Në surën Hud, në tregon Allahu Gjellë njëtë ngjarje. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَلَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Kur i ardhën të dërguarit ton Ibrahimit a.s. me përgëzime, i thanë selamen, a i tha selam. Tha nuk shko vetë se e pruni viqin e pjekur. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Këtu ka ardhë ndryshe. Çish ka ardhë në këtë ajet? Në këtë ajet çish ka ardhë në surën Hud? Ka ardhë kur e pa Ibrahimi se këto as pe prekin mishin. A do të thotë çka këtë muhabeti ka nëse diçka. Apo, ndërsa në surën Hijr çish ka ardhë wa nabbihum an dayf Ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salaman qala inna minkum wajilun. Thot Allahu subhanahu wa taala, tregoj o Muhammed alayhi salatu wasalam për misafirin e Ibrahimit, kur hynën te ai dhe i than selamen. Tha, këtu ka fol tash. Njëherë nuk ka fillim çka i tha, qawmun munkarun, si joft që ta njerëzit po ja ubiju në mishin. Kur e ka po as dorën se kanë prek të mishin,
asnjë shenjë që njeri që ha, apo se për shembull njeri të ndërrugjon ta kuptojnë atë. Ka mundsi nuk ha bukë, pa me peprish, mos ta la për hiç apo. E mo njeri për shembull thot, "O, deri këtu jam." Tash për shembull ta kanë mbru hajën, çka thu? Ani be më pak. Hajt, be më pak sa për nder. Tash Ibrahim alayhis salam këtë viçin, aja sa për nder, sa hajnë bukë ato. Melek, ai sireti vetë sirat ka, ai meleku. E tash thot Allahu subhanahu wa taala i ka thënë inna minkum wajilu. Ka thënë, i kanë thënë melekëve, ama këta është fort njerëz, ka thënë, na me të vërtet, valla pak se na rahat me juve. Tash buksani, na përgatitëm viçin, na si familje ka thënë, pak jena të shqetësuar me juve. Pse nuk hani buk? Pse nuk hani buk? Qalu la tawjal. I kanë thënë, o Ibrahim, mos u tot. La tawjal. Dhe kjo të ndërrum xhamat, kur shkojsh dikon, jo mi torturu, kallzoj miliard çka kia, la tawjal. Mos u tot. U kri, për çka të punë kena. Andaj përgëzimi dhe njoftimi dhe rrëfimi i arsyes e leton njerin. E leton njerin, apo? Po këtë arsye, thot Allahu subhanahu wa taala, inna nubashshiruka bi ghulamin alim. O Ibrahim, kena ardhur me të përgëzue. Për çka keni ardhur? Kena ardhur me të përgëzue. Gjithashtu na tregon Allahu subhanahu wa taala edhe në surën Ankebut thot, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahla hadhihi al-qarya." I kanë thënë o Ibrahim, na kena ardhur për tjetër çka? Për çka kena ardhur? Kena ardhur një popull me shkatrim komplet. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot wa awjasa minhum khifa. Filloi mutut Ibrahim alayhis salatu wasalam, qalu la takhaf. I thanë o Ibrahim, mos u tut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Ne jemi dërguar te populli i Lutit. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. E gruaja e tij ishte në kam tunet në dhomën tjetër. Çka bante ajo? Ajo po e dëgjonte muhabetin mes Ibrahimit alayhis salatu wassalam edhe këtyre njerëzve. Çka I thanë ata? I thanë, kena ardhur me të përgëzuar me një lajm. Çfarë lajmi? Kimë pas djalë. Kimë pas djalë. Piku, pse shtëpia. E gruaja vetë takon te dera ka kesh. Plaka djalë me pas. Ka kesh. Do të dashojmë nesër me lein Allahu te bareke ve taala. Thot Allahu jalla jalalu, fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf. I than o Ibrahim, kur u tot Ibrahim alayhis salam, qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim. Dhe e përgëzojnë Ibrahimin me një djalë te Ismaili, çka than? Me një djalë të butë. Këtu I ka thënë me një djalë të dishëm. Me atje me një djalë të butë, këtu I ka thënë me një djalë të dishëm. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu subhanahu wa taala në këto ajete, në surën Dhariyat dhe në surën Hud dhe në surën El-Hijr e ka përmbledh edebin dhe artin edhe mirësjelljen me misafirin në kulmin e vet, duke treguar detalet e pritjes së misafirit dhe gostisë së misafirit. Këtu vazhdon ngjarja se çka do të flasim tani me masi e marr vesh Ibrahimi se këto nuk janë njerëz. Këto nuk hajnë bukë, as nuk pinë ujë, këto janë melek. E çka do të bëjnë tash muhabet? Do ta shohim në ligjëratën e ardhshme me lein Allahu te bareke ve teala. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na bën prej atyre të cilët e ndjekin hapjen e Ibrahimit alayhis salam, mikpritjen e tina. I presim mysafir çashtu që çdo Zot i Madh te bareke ve teala. E mysafirllëki më I madh në rrugën xhamat është që njerëzit tua bëjnë islamin e dashur, që ta dojnë islamin, që ta dojnë imanin, që ta dojnë xhamien, që ta dojnë fejen. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë, që Allahu të na udhëzon në rrugën e islamit, që Allahu kontributet tona, agjërimet tona, Allahu të bën qabul. E kudo që kemi gabuar dhe kemi huqur dhe kemi bërë mëkate, lutim Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.